ndihmon shumë pacientët me osteoporozë dhe pacientët me probleme të qarkullimit të gjakut. Këtu ne kemi një animacion për mëlçin. E shikoni që këtu nga mbrapa ndodhet mëlçia, dhe mëlçia është ajo organ i cili ka disa faza në trup. Reaksioni fazës parë, reaksioni fazës dytë, reaksioni fazës tretë. Një paracetamol, një qetësues i thjesht, një antipiretik i thjesht, do pothuajse 3 deri në 4 ditë që të largohet nga trupi, sepse mëlçia atë e konverton nëpërmjet disa reaksioneve që quhen reaksioni fazës parë, reaksioni fazës dytë, reaksioni fazës tretë. Reaksioni fazës së parë ka të bëjë me reaksionin e oksidimit, ku mëlçia konverton produkte toksike në produkte të cilat janë më pak toksike. Dhe këtë e bën nëpërmjet monooksigenazave mikrozomale, të cilat quhen ndryshe citokrom P450. Dhe nëpërmjet ne i themi një furnizuesi elektronesh që quhet nikotinamid adenin dinukleotid. Pra, oksigjeni konvertohet në një peroksid, pas peroksidit konvertohet në një epoksid. Më pas formohen karbonlaminat, halbacetalet, aminat primare dhe terciare. Dhe më pas formohen hidroksilaminat, alkolet, tioalkolet, aldehidet. Pra mëlçia e merr paracetamolin dhe nga një substancë toksike e bën atë në një substancë jo toksike. Pra strukturën e saj e cila është toksike për trupin. Dhe kujdes, medikamentet e shumta, qetësuesit e shumt e lodhin mëlçin. Dhe bima e gjembit të gomarit, Silbium marianum, fal silimarinës, fal silikristinës, fal silibinës, izosilibinës, parandalon dhe dëmtimet toksike ose parandalon dëmtimet e proceseve nekroinflamatore, neoplazit, displazit, metaplazit e qelizave të hepatociteve, hipoksit e hepatociteve, apo çrregullimet deri diku të qelizave të mëlçisë, të cilet janë çrregullime vërtet serioze, sepse është bimë magjike që ka shumë antioksidant. Dhe është pothuajse një ndër ato bimë që krijuesi ka falur njeriut që të përdoret pikërisht për këtë organ, që bëhet fjalë për mëlçin. Dhe duke qenë se ne tham pak më parë që ky organ pastron të gjitha elementet toksike, duke filluar që nga benzenin, klorofomin, pjesa e kinolës, pra pastron dhe vajrat vegetal dhe vajrat të hidrogenizuar, produktet e ndryshme toksike që akumulohen në trup. Dhe këtë e bën nëpërmjet metilacionit, biotransformimit, që metilacion do të thot një proces i cili është biotransformues, e merr një produkt metabolik ose merr një produkt toksik edhe konverton në një produkt të tretshëm në ujë. Pra mëlçia pastron toksinat në trupin e njeriut. Do të flasim edhe për një bimë tjetër, që unë thash 2 në fillim të emisionit. Bima e dytë që ndihmon dhe pastron mëlçin së bashku me Silbium marianum apo me kurorën e gjembit të gomarit është artiçoku ose është argjinaria. Argjinaria përmban nivele të larta sinarin dhe luteolin. Përmban luteolin 3 glukozidin, luteolin 4 glukozidin, përmban sineol, borneol, sinofenol, sinarinën dhe si që unë përmenda dhe pak më parë metil kuarcetinën. Fjala metil do të thot transformim dhe do të thot një transformim bioaktiv. Pra, ky organ është aq shumë specifik sa që ka funksione shumë të mëdha dhe shumë të rëndësishme në trupin tonë, sa që merr edhe gjak nga disa burime, merr gjak arterial, merr gjak venoz, merr përsëri gjak arterial. Pra është një organ që merr gjak nga 3 burime të ndryshme dhe 70% e gjakut që merr nga sistemi venoz portal, ku gjaku vjen nga organet teke digestive, nga shpretka, nga stomaku, zorët e holla dhe zorët e trasha, që kjo bëhet nëpërmjet arterjes gastrike të majt të djathtë, arterjes së shpretkës dhe arterjes së zorëve të holla. Pra, argjinaria, çaji mjekësor i argjinares, çaji mjekësor i gjetheve të argjinares, nëse kombinohet me çajin mjekësor
të kurorës së gjembit të gomarit kanë efekt antiproliferativ ose antikolonizues qelizave kancerogene, sepse fuqizojnë monooksigenazat mikrozomale, monoaminooksidazë dhe të asimilueshëm për veshkat, sepse punën e mëlçisë mund ta bëj dhe veshka, por veshka e nxjerr në filtrim dhe e nxjerr me anë të ekstretimit fiziologjik, që ekstretimi fiziologjik është procesi nëpërmjet largimit të produkteve të papastra të saj. Dhe përdorimi i çajit mjekësor ose përdorimi i artiçokut ose i argjinarit, jo vetëm si çaj mjekësor, por dhe si gatim në formën e sallatës, në formë negatimeve të ndryshme, ndihmon jo bakterje të mira të zorës së trash, që ndihmojnë edhe në prodhimin e vitaminave të ndryshme, nga vitamina B1 deri tek vitamina B12. Argjinarja ose lëkura apo gjethet e argjinares kanë tiamin, kanë vitaminën B1, kanë vitaminën B2, riboflavin, kanë fosfor, kanë hidrogen, përmbajnë sulfur, ku sulfuri ndikon edhe në procesin e disa enzimave që quhen sulfit oksidaz, fosfoadenozin, fosfosulfat, ndikon në procesin e glutation transferazave. Glutation transferazat janë disa sisteme që transportojnë mbetjen aktive glukoronide në molekulat hidrokside, fenolike dhe aminike. Pra, një paracetamol që ne marrim, apo një antipiretik, një qetësues, një takipirin, një buskopan që ne marrim, largohet jashtë nëpërmjet biotransformimit që bën mëlçia. Dhe nëse ne jemi njerëz, individ që konsumojmë shumë medikamente, përdorimin e këtyre dy bimëve duhet ta kemi pothuajse rigorozikisht të vazhdueshëm. Pra, çdo ditë. Dhe fëmijët e vegjël, të cilët përdorin shumë sheqerna të ndryshme, çokolada të ndryshme, përdorin ushqime të ambalazhuara, u bën shumë mirë përdorimi i këtyre dy bimëve mjekësore, ku këto përdoren dhe me ekstraktin e tyre, që është si pluhur, ose nga pluri i argjinares, i artiçokut, ose nga pluri i Silbium marianum, që është gjembi i gomarit. Pra, dy vlerat magjike të këtyre bimëve mjekësore, ku nuk është se mbron vetëm mëlçin, gjembi i gomarit dhe argjinarja ose artiçoku, por mbrojnë muret e zemrës, mbrojnë prostatën, sepse përmbajnë dhe acidin protokatekuik, përmbajnë dhe një molekul tjetër e cila quhet dehidrokostus laktonët. Dehidrokostus laktonët ndihmojnë në riparimin e membranës biologjike të qelizave, të cilat janë inflamatore, të cilat janë të dëmtuara. Këto dy bimë, thamë edhe që ndihmojnë sistemin tretës, zorën e hollë, stomakun dhe të gjithë qarkullimin venoz dhe arterial. Pra natyra këto i konsideron si bimë magjike dhe të çmuara përsa i përket vlerave me polifenol, me karotenoid, me lignine, me lignane, me flavone, izoflavone dhe me molekulën më të rëndësishme e cila quhet kuarcetin. Mish, unë u thash për këto dy bimë, por që nuk përdoren vetëm si çaj mjekësor, por përdoren dhe në gatime të ndryshme, në sallata të ndryshme. Dhe fëmijët që përdorin shumë sheqer e kanë të domosdoshme që pothuajse në një javë ta përdorin 2 ose 3 herë në javë. Nga unë Luciano Bardhi, miq, dhe nga televizioni INTV-s u themi natën e mirë